Nëse këmbët tuaj vinë erë të keqe, kjo recetë do ju befasoj. Era e keqe e këmbëve është e sikletshme, sidomos kur shkoni te dikush për vizitë. Bakteriet, të cilat gjenden në këmbët tuaj në kombinim me lagështinë, do të shkaktojnë një erë të fortë të keqe të tyre. Nëse dëshironi të hiqni qafe erën e keqe të këmbëve, përdorni këto metoda të vlefshme. Soda e bukës. Soda e bukës njihet edhe si një element efikas në eliminimin e erës së keqe të këmbëve. Përdorimi i saj bëhet në këtë mënyrë: hidhni sot buke në një enë me ujë të ngrohtë. Vendosni këmbët tuaja në të për 20 minuta çdo natë për rreth një javë. Gjithashtu spërkatni sot buke në këpucë ose në çorape përpara se t'i vishni ato. Kripa e trashë gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë. Përzieni 2 lugë gjethe kripë të trashë me një gjysmë kove ujë të ngrohtë. Vendosini këmbët në këtë përbërje për 15 minuta. Për rezultate më të mira, bëheni këtë përpara gjumit në mënyrë që të evitoni veshjen e çorapeve ose këpucëve për disa orë.